Hajde me mamin, tregoj mamit kush profesor të ka ngacmuar. O, ma, ai i fiskulturës, profesor Gjovalini e shef? Nuk ka shans njeri të ngacmoj gocën time. Kalon mbi këtë trup dhe pasi të ngacmon ty zemra ime. Mirë. Hajde tu Gjovalin, hajde tu. Po profeti do t'jesh mami Artemisës, e? Duket. Po, Pjeshka në pjeshk bie, duket. Po, thonja ankesën. Goca ka thënë që ti e ke ngacmuar. Profesori? Po. Gjovalini? Ti e din se të kam si vajzën time, ti e din se të kam stërvit si vajzën time. Kam bosh hiqa trupi, me 3 muj stërvit hiqa trupi kam bosh. Ke si gocën tënde, të krasikos në vetë një mam, të ka gjanë do fort. Po zojnë si vajzën time, shi se e kam trajnu, e kam tonifiku, shi qfar maze, shi qa mase muskullore ka ba vajzë për 3 muj, e kam si vajzën time. Nëse profja në pavidjine vete ka pek diku ku zban, atëre unë kërkoj fali dhe ju përu lem. Ty, si filliman dhe vajzës ju përu let profja ku doni ju. Duke qenë se ju genetikisht, me sa duke dhe pas një pjesën e belit qik të mbushur me tull, kishte nevojë vajza për tonifikim dhe të pjesa e kamve këtu. Dhe me disa ushtrime me bel, arrije tonifikimin.